Besojeni apo jo, këto tre shenja duhet të bëhen gati të përgatiten për tradhti. Dashi, kjo është një periudhë që kërkon guxim dhe qartësi. Ju jeni një shenjë zjarri dhe kur ndjeni sikur diçka po ngec, nervozoheni. Yjet flasin për zgjedhjet që do t'ju duhet të bëni, veçanërisht në nivel praktik, puna, vendime financiare dhe ndryshimi i drejtimeve. Jo gjithçka është e minjëhershme, por ajo që fillon tani mund të bëhet shumë e fortë me kalimin e kohës. Demi, ju pret një fazë ngandalt por e fortë të rindërtimi. Nuk ju pëlqejnë ndryshimet e papritura, por qielli ju fton të rishqyrtoni disa siguri. Puna kërkon durim, rezultatet do të vinë, por vetëm nëse ndaloni së dyshuarin e vetvete. Në dashuri, ata që janë në një lidhje kërkojnë stabilitet dhe vlerësim, ndërsa beqarat mund të rizbulojnë një ndjenjë të lindur nga një miqësi. Keni kujdes me shpenzimet impulsive, është më mirë të planifikoni paraprakisht. Binjakët, garat mendore dhe idetë tuaja janë të shumta. Është koha e përkryer për të komunikuar, për të propozuar dhe për të ndërmarrë vendime. Puna favorizon ata që guxojnë, ndryshojnë drejtim ose provojnë diçka të re. Në dashuri, jeni simpatik por paksa i paqëndrueshëm. Keni kujdes të mos premtoni më shumë se sa mund të jepni. Energjia mendore është e shkëlqyer, por trupi juaj ka nevojë për një pushim. Gaforia, një fazë ndjeshmërie të thellë por edhe force të brendshme. Yjet flasin për shërim emocional, diçka që ju ka shkaktuar dhimbje më në fund, po fillon të humbas kontrollin mbi ju. Në punë, mos i nënvlerësoni aftësitë tuaja, dikush po ju shikon me interes. Në dashuri ekziston një dëshirë për mbrojtje. Nëse jeni beqar, mund të tërhiqni dikë shumë të ndryshëm nga vetja juaj e zakonshme. Luani, është koha të dilni në qendër të vëmendjes, por me një vetdije më të madhe. Qielli ju shton të provoni vlerën tuaj, por jo përmes përballjes. Ata që din të udhëheqin fitojnë, jo ata që imponohen. Në dashuri pasioni është i lartë, por keni kujdes nga krenaria. Puna favorizon ata me përgjegjësi ose role krijuese. Energjia po rritet, por keni kujdes nga stresi. Virgjëresha, kjo është një kohë analize dhe riorganizimi. Je shumë i kthjellët, ndoshta shumë i ashpër me veten. Yjet të këshillojnë të besosh pak më shumë intuitës tënde. Në punë, ndryshimet e vogla sjellin përfitime të mëdha. Në dashuri, ke nevojë për siguri, fol hapur, pa frikë se do të dukesh i prekshëm. Shëndeti yt duhet të kujdeset më butësisht. Peshorja, kjo është një kohë vendimesh të rëndësishme, veçanërisht në marrëdhënie. Peshorët nuk e pëlqejnë konfliktin, por tani nuk mund ta shtyni më. Qartësia është çelësi. Puna favorizon bashkëpunimin dhe marrëveshjet, por vetëm nëse ata janë të drejta. Në dashuri çifti duhet të gjejë një ekuilibër. Beqarat mund të përjetojnë një takim karmik. Energji e mirë, por keni kujdes nga luhatet e humorit. Akrepi, ju pret një transformim i thellë. Ponderoni lëkurë dhe kjo nuk është e lehtë. Yjet flasin për fundet e rilindje, veçanërisht në një nivel emocional dhe profesional. Në dashuri intensiteti është shumë i lartë, ose gjithçka ose asgjë. Puna mund të sjellë në kthesë papritur. Energjia juaj është e fuqishme, por duhet të kanalizohet mirë për të shmangur tensionin. Shëgjitari, kjo është një kohë zgjerimi dhe vizioni. I jetur të shikosh përpara, të udhëtosh, të mososh dhe të ndryshosh perspektivën tënde. Mundësitë e karrierës favorizojnë ata me lidhje ndërkombëtare ose projekte afatgjata. Në dashuri dëshiron liri. Ki kujdes të mos mendosh ata përreth teje. Vitaliteti yt është i shkëlqyer, por disiplina është e nevojshme për të shmangur shpërdorimin e energjisë. Briciapi, jo gjithçka është e lehtë, por vendosmëria juaj shpërblehet. Në punë do të keni përgjegjësi të rëndësishme. Në dashuri do t'ju duhet më shumë prania emocionale. Beqarat mund të habiten. Energji e mirë, por keni kujdes nga ngurtësia. Ujori, kjo është një kohë inovacioni dhe hapje të reja. Jeni gati të ndryshosh atë që nuk të përfaqëson më. Puna favorizon idetë origjinale dhe projekte të jashtëzakonshme. Në dashuri ke nevojë për autenticitet. S'ka më maska, dikush mund të hyjë papritën në jetën tënde. Energjia luhatet, dëgjoj ritmin tënd. Peshqit, kjo është një fazë me intuitë dhe ndjeshmëri të madhe. Yjet ju bëjnë më empatik dhe krijues. Kjo është një kohë e shkëlqyer për ndjekje artistike ose shpirtërore. Në dashuri romanca është e lartë, por keni kujdes nga iluzionet. Puna kërkon konkretësi, energji delikate, mbrojeni veten nga ndikimet negative.